Belinda Balluku bën një javë sot që kur ishte në SPAK ku u more pandeu. Ndërkohë ka dalë dhe dosja para 2 ditësh ku aty dile që flitej me varësin e vet lidhur me tenderat që do jepej me mënyrën si që do shpallej fituesi. Realisht a besoni që Balluku do jap dorëheqjen? Njëherë Balluku nuk e jep dorëheqjen për një arsye themelore. Nuk e lë Edi Rama të jap dorëheqjen. Ata janë lidhur me njëri tjetrin si mishi me thojnë dhe nuk mund të ndahen, se pa mundur, se kanë aferat dhe krimet dhe hajdutllëqet vjedhet i kanë bërë bashkë. Kështu që atë e mban Edi Rama në pushtet. Ajo do kishte dashur të ikte me kohë. Por nuk mund të iki. Nuk mund të iki se do marrë dhe këtë me vete. Se hajdutllëqet e kanë bërë bashkë, vjedhet i kanë bërë bashkë, se nuk është 1 e 2. Po është e tërë dikasteri që ajo drejton e Ministria e Transporteve, që është ajo e rrugëve, më të thash. Të gjitha rrugët e Shqipërisë janë bërë me vjedhje të lahtarshme, me çmime astronomike që nuk i bën asnjë vend i botës, asnjë vend i zhvilluar i botës, jo më do t'i bëjë Shqipëria me ato çmime. Po këtu s'të kërkon njeri llogari, pse s'u kërkon llogari njeri? Sepse evropianët që do t'i kontrollojnë këto gjëra dhe do ta shikojnë atë veprimtarinë e qeverisë shqiptare, ata i marrin vetë ato lek. Aty u shkojnë në xhep të tyre. Pra nuk ka kush të kërkojë hesap. Dhe ata do vazhdojnë të vjedhin sepse dhe objektivi i vën nga Klaus Schwab apo nga Christine Lagarde, që është ajo që tha moshat e treta janë barë e rënd për ekonominë, janë të tilla që ne të na varfërojnë, ndaj bën këto. Prandaj nuk e çajnë kokën ata. Ata tani zihen kush do rri kush iki dhe hanë për karrike me njëri tjetrin. Tani lufta është Erion Velia me këtë Ballukun, me Belinda Ballukun. Bëjnë luftë për karrikes, bëjnë luftë për drejtësi dhe për lekun e popullit, jo zotëri. Po ka ta mendoni që ka gisht Veliaj në që Belinda Balluku more panteon? Në të tëra ka gisht Veliaj. Jo ka gisht. Veliaj ka denoncuar dhe ka deklaruar të gjitha aferat dhe maskarallëqet që kanë bërë bashkë. Dhe përpasoj, qoftë Veliaj, qoftë Balluku, qoftë Rama, janë që të tre protagonistët kryesorë në vjedhjen e lekëve të popullit, në vjedhjen e pasurisë kombëtare. Pra, po të marrësh, të bësh një analizë të ecurisë deri tanishme të pushtetit të Shqipërisë, të partisë në pushtet, do shikosh që këtu vetëm është vjedhur. Del tani Edi Rama dhe kopjon të tjerë që thonë do ngrëm pensionet, do t'i bëjmë aq, do t'i bëjmë kaq. Del dhe Edi Rama tani dhe thotë dhe ai tani do ngrëm pensionet e do shtojmë rrogat e tjera e tjera. Deklaroi dje 307.000 punonjës të shtetit. Ore, por në një popull, në një shtet me më pak se 1,5 milion banor ke 300.000 në punës, që bëhet kështu? Dalën 12 hajdute, 13 kapetan, thot populli. Dhe ata ky ka njerëz që u merr votat se i paguan, i blen. Blen votat e atyre njerëzve, i merr në punë, i mban në punë dhe u jep rroga për të votuar. Se 307.000, minimumi me nga 2 veta në familje, i thonë gati 800.000 banor. 800.000 vetë që votojnë vetëm, që votojnë për këtë partinë e Edi Ramës, për këtë grupin e banditëve dhe të hajdutëve që quhen socialistë. Avokat, në dosjen që u publikua ishte edhe një deputet i Partisë Demokratike që 3 muaj më përpara akuzonte Belinda Ballukun për tunelin, ndërsa 3 muaj më pas Belinda Balluku i thoshte është qytetar i mirë, është njeri i mirë. Paraja të mbyllgojnë, është e thjesht fare. Pastaj kur thuaj Partisë Demokratike, gjithnjë ju nuk shpëtoni dot nga sindromi i pozit-opozit. Zotëri, nuk ka opozit në Shqipëri, janë bashkë, është një parti, është parti e punës. Dhe janë ata që kanë gjithë ekonominë e shtetit dorë, janë ata që kanë votat
tuaja në dorë, janë ata që kanë mendjet tuaja në dorë, janë ata që ju ushqejnë ditë për ditë me gënjeshtra siç e kanë pasur zakon që kur pushtuan Shqipërinë në 29 nëntor të 1944, edhe sot e kësaj dite. E kanë pushtuar Shqipërinë ata dhe bëjnë ata si u do qefi. Shqipëria lëngon, Shqipëria është si ai lisi i rrëzum për dhe, thot Ndremjeda. Ashtu është. Dhe këta tani në vënd që japin dorë i vën shkelmin. Derisa ta vdesin fare. Do është dukemi dhe ne që jemi aktualisht që jetojmë sot, edhe s'ka më Shqipëri. Humbet historia Shqipërisë, humbet kombi shqiptar, humbet shteti shqiptar. Vetëm në u bëft në një mrekulli, në një gjë jashtëzakonshme, ose në një faktor jashtëm që ti ngrërë shqiptarë të thonë çoni more të mirë nga gjumi, çoni more, se po vdisni, po harxhoni, po harroni historinë dhe të kaluarën e kombit tuaj. Kjo gjë s'është bërë akoma, inshallah bëhet. Avokat, çfarë prisni të ndodh tani me qeverinë Rama? A prisni që të bie si qeveri? Jo, nuk do bjerë, jo. Nuk do bjerë, kush do të arzoj? Dhe kush do të marrë? Se dhe të bjerë ky, do vi i vllai, një lloj si ky, jo i vllai biologjik. Komunisti tjetër. Janë një lloj këta, cili do që të vinë pushtet Shqipëri, këtë do bëjnë, nëse këta nuk përmbysen si klasë politike. Kështu që ne s'kemi gjën Terezinë në këtë pikë. Avokat Rama deklaroi që do ketë rritje të pensioneve dhe do jap shpërblim për pensionistët për vitin e ri. Mashtrimi i radhës, gënjeshtra e radhës, pabesia e radhës, që ka penguar Edi Ramën që t'i bëj këto deri më sot, se ka 13 vjet në pushtet. Pse tallet? Tallet në shqiptarët ai. E i lumt ka gjetur kokë, nuk ka vënë festën. Ore është bërë qesharak tani, s'është më për të marrë inat ai. Nuk është më për ta urryer. Jo, e ke shumë mirë shoku Edi. Partia ashtu të ka mësuar, që këtij populli t'i vësh qelmin në fyt, që këtij populli t'u vësh takse edhe për ajrin që marrin dhe për gazin karbonik që nxjerrin nëpërmjet respiracionit. Ashtu do bësh tani vllajt. Mirë e ke. Bjeru se ty duan, ty të meritojnë. Në plejt tanë thoshin, kur Zoti do që ta dënoj një popull gjunaqtar, i vën në krye të tij njerëz të hurit e të litarit. E ke marrë Zotri, të kanë vënë. Ti je tamam burri hurit e litarit. Këtë meritojnë shqiptarët. Miru a bën, pak e kanë. Avokat, kur Velia ishte në gjykatën kushtetuese, doli një foto e Katria Zbiut që e krahasuan me Erion Veliajn. Ndërkohë kemi dhe Belinda Ballukun, e cila është mbesa e Beqi Ballukut. Dhe a shikon ngjashmëri që po përsëritet historia? Jo, është po një ta parti dhe unë shikoj atë ngjashmëri, jo ngjashmërinë, po atë kërcënimin tjetër që i bëri pas dje në media, që i thot mos bën gabimin e gjyshit, i thot Edi Rama Belinda Ballukut. Po gjyshin e Belindës e dënoi hodhi firmën Spiro Koleka që daju ai i Edi Ramës. Pra janë po ata. Dhe i thot, ajo fjalë që i ka thënë dje Belindës, ai mos bën gabim e gjyshit, i ka thënë, po fole shumë, ose po fole, do pësosh fatin e Beqirit. Këto janë fjalë, nuk është e thënë me kod, është e thënë pastër fare. Do pësosh fatin e gjyshit. Pra ne i tha mos bën gabimin e gjyshit. Pra, po bëre gabimin e gjyshit, do kesh edhe pasojnë e gabimit që pati që bëri gjyshi, edhe ti atë pasojnë do kesh. Pra e njoftoi, i dha urdhër, i tha, mos fol, dhe Belinda nuk do flasi. Dhe mund që nuk do flasi, se po të flasi, do vend të tërë brënda. Do hynë loj Gonzato të Beshok, ambasadorët e Evropës, do hynë loj ambasadorët e partnerve tanë perëndimor, pa përjashtim, kudo që janë, edhe do të thonë tani qepeni se këtë punë e dim na, do t'i vëm ne kapak, do t'i vëm kapak. Edhe shqiptarë do rrinë aty ku janë. Në Miserabël, do ikin, jo aty ku janë, se do ikin, pjesa e aftë për punë do ikin. Rrezik se dhe ju, që jeni në moshë të re, për një vit, për dy, do t'u detyrojnë t'ikni. Ky është rreziku që vjen për popullin shqiptar. Avokat, e patë intervistën e Altin Dumannit të Radio Televizionit Publik Shqiptar. Çfarë ju bëri përshtypje te kjo intervistë?
E pare punës nuk e kam parë fare sepse nuk kam interes më të shoh televizionet shqiptare. Për mua s'kam interes të tëtë një të njëtë, po thonë. E merë njëri që ja pason tjetrit, që në fund fare nuk ngellet asë një gjë. Altin Dumani s'ka pse të vejtë flasë në televizion, s'ka pse të vejtë japë llogari për punën e tij. Altin Dumani flet me letra dhe me fakte. Në i ka, ti ekzekutoj. Nëse si ka, të rritë maj fort, të ngrohat karrikin dhe para që kohë sa do të lën atje, edhe të shikoj punën e tij. Unë Altin Dumani në shoh një në punës shteti, i cili duhet të kryej detyrën për të cilën paguhet. Kaq e thjeshtë është. Kaq e thjeshtë është. Nuk është Altin Dumani shpata e Demokleu që do vras, ose giotina. Jo. Altin Dumani është një prokuror, si gjithë prokurorët e tjerë, vunat e me besimin që do bëj punën e tij, do ndjek krimin, do ndjek kriminalët, do ndjek krimet në ekonomi, në jetën e përditshme, kaq. Po e bëri mirë, se bëri do iki. Pra nuk e quaj atë intervistën e Altin Dumanit unë sikur bo foli Altin Dumani dhe u bë nami, asnjë gjë s'ka ndodhur. Zero se s'ka folur fare, as shikoj jehonën e tij. Avokat, ditën e djeshme Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin për barazinë gjinore. Çfarë do thotë kjo për shqiptarët? Njerëz na kanë thënë çfarë nën kuptojnë me këtë fjalën barazi gjinore. Si zbërthejnë në aspektin biologjik këtë. Biologjikisht, çfarë do thotë barazi gjinore? Se natyra ka bërë dy gjini, gjinin femërore, gjinin mashkullore, si tek njerëzit dhe tek kafshët. Tani, këta që bëjnë ligj për barazinë gjinore, që duan të thonë me këtë? Ku do zbatohet ky ligj? Ku gjen zbatim? Në cilat janë fushat e zbatimit të këtij ligji që kanë miratuar dje parlamentarët tanë? S'na kanë thënë. Populli nuk e di. Nëse bëhet fjalë për të drejtat e LGBT-qve, atëherë këtu jemi përballë tyre. Atëherë këta nuk janë ligjvënës shqiptar, këta janë sa marioneta të vendosur atje të komanduar, sa kukulla, nga ato të teatrit kukullave, që dikush i komandon me ato fijet nga lart nga tavani, dhe bëjnë atë që u thonë, po shqiptarë nuk mund të jenë këta. Pra, këta 76 vetë që kishin miratuar atë ligjin e barazisë gjinore, duhet të na thonë, kanë bërë barazi gjinore për atë Kristin që shtaj që quajnë atë, apo kanë bërë një ligj që ku i hyn popullit të punë. Ne nuk e dim për çfarë shërben ky ligj. Ku gjen zbatim ky ligj? Se nuk shoh ndonjë ligj që të mbrojnë prodhimet bujqësore shqiptare. Nuk shoh ndonjë ligj që të mbrojnë të drejtat e qytetarëve shqiptar. Nuk shoh ndonjë ligj që të mbrojnë ato eksportet shqiptare. Nuk shoh ligje të tilla që shërbejnë popullit, që shërbejnë fuqizimit të ekonomisë dhe qëndrimit të qytetarëve shqiptar në vendin e tyre, në dhënën e tyre. Përkundër, kanë bërë ligje që shqiptarët kanë marrë ratin. Pra, ky ligji i barazisë gjinore, ku gjen zbatim? Avokat, në fakt thuaj që ligji, po themi, thotë që ti mund ta vetquesh veten ashtu siç e ndjen. Pra mund të mos jesh mashkull, mund të jesh mashkull nga natyra, po mund të thuash që jam femër. Dhe ty të njihet kjo. Që kënaqë. Seriozisht e ke kështu thonë? Këtë përmbajtje ka ligji? Ligji i hap shtrat, është shtrat për këtë përmbajtje. Pra, në një të ardhmen ti mund deklarosh çfarë të duash. Po çdo njeri e komandon vetveten, po kjo s'ka nevojë të bëhet me ligj. Duan që të bëhen LGBTQ, të vënë burrat me burra, t'ja hipin njëri tjetrit, se këtu ka ardhur puna, ky ligj këtë ka. Atëherë gratë të bën lesbike me njëra tjetrën dhe objektivi final është viti 2030 reduktimi i popullsisë. Ky është objektivi final i këtij ligji. Këtu duan të arrijnë që të mos ketë shtesë popullsie, që shqiptarët të zhduken në faqedheut, raca e bardhë të eliminohet, edhe të bëhen kështu konglomerat turmbagtish
jo shoqëri njerëzore, se shoqëria njerëzore deri më sot ka ardhur me ca ligje, me ca kanune, me ca rregulla të vendosura nga të parët tanë me mira breza. Se jeta nuk lindi djerë kur thot diella. Jo zotëri, jeta ka miliona vjetë që ka lindur njeriu, që është vendosur njeriu në këtë planet. Dhe gjatë këtyre miliona vjetëve ka ardhur siç ka ardhur deri më sot. Burri është bërë burr dhe gruaja është bërë grua. Ti shikosh trupat e tyre, qoftë burri, qoftë gruas, dallojnë nga njëri tjetri dhe bëhen bashkë vetëm kur duhet bërë bashkë. Pra ç'ne ky ligj, që do i barku këtyre për të bërë një ligj të tillë. Ora i u them juve deputetëve shqiptarë. Ora jeni njerëz ju apo sini. Siç kjo talle që na bëni neve, pse na fyeni? Unë nuk ua kam dhënë votën dhe nuk do t'ua jap kur, po ata që ua kanë dhënë votën, si do t'i quani ata? Të dalën tani ata dhe të deklarojnë jam burr, po duhet të quhem grua, dhe jam grua, po duhet quhem burr, po vendosni instrumentat biologjik që ndajnë burrin nga gruaja dhe jemi në rregull. Avokat, ju po thoni që në vetvete nuk është një ligj që bëhet për, po themi, aq sa janë të këtij komuniteti, por bëhet që në një të ardhme të zhduket popullsia shqiptare. Eksaktësisht, jo vetëm popullsia shqiptare. Duan të reduktojnë popullsinë e botës, nuk është vetëm për Shqipërinë. Por ne pak jemi, ku do vemi? Pra ne zhdukemi fare, nëse të tjerë paksohen, nëse anglezët për shembull nga 60 milion do bëhen 5 milion, prap ngelen. Ne çdo ngelemi. Çdo lër pas ai Kristi, ai i LGBT-qve? Si e ka ai? Çdo lër pas, ose ajo fëmra? Çfarë do lën pas ata, se këtë botë kanë ardhur që të lënë trashëgimtar? Çdo lini pas ju, LGBT-qt? A do ishte më e dura që ky ligj të kalonte në referendum? Po nuk e bën, nuk guxoj. Njerë dale se më hapet tem tjetër tani. Kush ta ka dhënë drejtën të bësh referendum? Pa shikoj ligjin? E ke ndaluar të bësh referendumin në Shqipëri. Ka ligj të posaçëm që ndalohet zhvillimi dhe organizimi i referendumeve kombëtare. Nuk e bën dot. Dhe të duash ta bësh. Por dhe ta bësh s'ka asnjë vlerë, se ai thot më ke dhënë votën mua ti, do bëj çfarë të më doj qefi mua tani, thot Edi Rama. Edhe bën që do qefi Edi Ramës. Shqiptarët nuk kundërshtojnë, shqiptarët nuk ngrihen, shqiptarët janë në gjumë, siç e kemi thënë herë, gjithmonë kemi thënë që janë në gjumë, dhe praktikisht janë në gjumë. Ja shikoj kampanet janë plot. Në vend që sot duhet të zgjedhë Tirana nga miratimi i atij ligji antinjerëzor, antibiologjik. I ka të tëra kundërshtit ai ligj. Ka vetëm Kristi Binerin, që quajnë atë, ka atë fëmrën, si dhe asaj që ja di emrin, që dalën ato me flamuj shumë ngjyrësh, dalën me, e kanë realizuar atë anën figurative, shiko trotuaret e Tiranës janë me ngjyrat e ylberit të këtyre LGBT-qve. I kanë bërë ata, të tërë duhen bërë. Ja kanë mbushur mendjen se pamja vizuale ka të bëjë shumë reklama. Tek psikologjia e njeriut, sidomos tek fëmijët. Dhe ata pikërisht këtu godasin, tek fëmijët. Avokat, si shpjegohet që Donald Trump pasi erdhi në pushtet deklaroi hapur që un jam vetëm për mashkull dhe femër? Është burr shteti ai më zotëri. Ai është për familjen, ai është për të ruajtur familjen dhe racën dhe kombin dhe dinjitetin kombëtar. Nuk është ai për LGBT-qt. Nuk është pra të punaj, po është ai në pushtet pra rrin kaq këta se do kishin bërë shumë më tepër akoma. Kush i financon këto shoqata që mbrojnë këto LGBT? Unë e di kush i financon, po se kam në dorë. Të tërë e dim, është sekret shoqëror. Dihet kush i financon. Financimet vijnë nga masonia botërore. Financimet vijnë nga Illuminati. Financimet vijnë nga Klaus Schwabja, se kemi Klaus Schwaben, që tha do të katandisin popujt të varfër, po do të lumtur, do të qeshur, të gëzuar. Dhe këtë eksperimentuan dhe realizuan në Shqipëri gjatë viteve të diktaturës komuniste. Shqiptarët s'kishin asnjë gjë, asnjë pronë, asnjë gjë, po ishin të lumtur. Shikojni dokumentarët e kohës, çka ka reklamuar Enver Hoxha për popullin shqiptar. Të lumtur sa s'ka ku të shkoj më. Kur erdhën studentët e Kosovës, të 81 këtu, mbas demonstratave
që organizuan kundër Miloševićit, u habitin që këtu kishte një varfëri ekstreme. Ja, këtë duan të arrijnë. Shqiptarët kanë ikur, u kanë lënë pronë të këtyre, i komandojnë këta. Jemi domethënë në mizerabilitetin më të madh që mund të ketë. Dhe masonët e kanë eksperimentuar këtë që duan të arrijnë, e kanë bërë me kohë në Shqipëri. Ne jemi popull kavje, unë mos gaboj dhe ju, ua kam thënë në një interes tjetër që ne jemi kavje eksperimentale për Iluminatin dhe për drejtimin e ardhshëm të botës. Shpresoj, kam shumë shpresë, tek popujt evropian, shpresoj tek grekët, tek italianët, tek francezët, tek hungarezët, tek popuj që kanë traditë, veçanërisht tek hungarezët dhe gjermanët, natyrisht hungarezët dhe gjermanët, edhe austriakët. Shpresoj që këtë gjë ta kundërshtojnë dhe të mos e realizojnë. Megjithatë, ata kanë gurin dhe arrën dorë. Do paguaj, siç kanë paguar deri tani, që të vihen në pushtet në krye të këtyre shteteve njerëz të hurit e litarit, si puna e këtij sharlatani që na qeveris neve, dhe që shqiptarët janë të gëzuar me të, edhe do të realizojnë qëllimet e tyre. S'kemi që bëjmë, janë forcë madhore, ajo që kemi në dorë neve është fjala, të themi se jemi dakord, pastaj edhe mund të na vrasin dhe mund të na varin dhe mund të na mbysin, mund të na i bëjnë të tëra se kanë forcë në dorë. Ne s'kemi gjë, ne vetëm fjalën kemi.